Edhe mbasi mbarova, mbas kësaj një person, një poet i zonës quhet Basir Bushkashi, më thot mu, ai dirigjonte komisionin, më thot mu, ke një poezi të jashtëzakonshme, thot do të prezantoj Xhevo Spahiun. Mirë po Xhevo, unë isha fëmijë edhe i thash prezanto babin me te, edhe po shkoj edhe me babin, edhe na prezantoj me Xhevo Spahiun, e Xhevo Spahiu i pëlqeu shumë poezit, u bë shumë mik me babin, mua më thoshte djali mikut tim, dhe janë miq akoma, pavarësisht se Xhevo fatkeqësisht psoi atë smundjen e rëndë, tani nuk arrin të komunikoj. Në atë kohë u bën shumë mik edhe Xhevo i thot ministrit të arsimit të asaj kohe që përshëndesim Xhevair Spahiun dhe miqtë e tij. Është poet i jashtëzakonshëm i nivelit ndërkombëtar. Edhe i thot që nëse ka një person që meriton të marrë një bursë në gjuhëletërsi është ky djalë. Se Xhevo ishte njëri i ndershëm. Kam ndikuar dhe Xhevo ato, më thënë. Ishte edhe problematik sepse nuk pranonte të shkoje, kërkoje ndihmë që të vendoste drejtësi, nuk pranonte as një kafe, se thoshte mund të quhet kafe korrupsioni. Unë vendos drejtësi, thoshte ai, edhe na paguante edhe kafet edhe. Është i veçantë Xhevo, janë gjitha drejtimet. Shumë njeri. Po, gjitha ishte njeri shumë i drejtë. Unë kam mik. Dhe nëse ai bënte diçka e bënte sepse e ndjente, po të mos e meritoje Xheva të kthej dhe thoshte ishte